Këtu është horoskopi e diel 4 maj 2025. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni ketur në kanalin e horoskopi i Fationit. Dashi. Mos e nënvlerësoni një takim të ri, mos kini frikë nga ndjenjat tuaja. Nëse ka një njeri luan në jetën tuaj, duhet të shmangni garat. Demi. Sot ekziston një problem i vogël për t'u marrë. Dashurit kërkojnë vëmendjen tuaj. Binjaket. Dashuria paraqitet në mjegullat e mosbesimit ose një zhgënjimi të kohëve të fundit. Diskutime familjare. Gaforja. Kthimi i dashurive ose vendimeve familjare. Fatkeqësisht kohët e fundit dikush ka ngritur zërin ose ju jeni ndjerë të lënë anash. Kjo është arsyeja pse ne duhet të kompensojmë kohën e humbur. Luani. Ndiheni më të motivuar dhe gati për të jetuar në paqe mes të tjerëve. Dashuria mund të jetë më afër, lajm për njerëzit e ndarë. Virgjeresha. Situata e momentit her pas here krijon pak bezdi. Qëndroni të qetë nëse dikush nga e kaluara kthehet. Me ujorin dhe binjakët duhet maturi e dy fish. Takime të këndshme të mundshme. Peshorja. Pasdite e bezdishme. Edhe ata që së fundmi kanë përjetuar një ndarje mund të shërohen. Akrepi. Mos e teproni me provokimet, sot gjithçka duket më e komplikuar për t'u menaxhuar. Nëse ka dy persona në kokën tuaj, është e përshtatshme të bëni një zgjedhje përfundimtare. Shigjetari. Në dashuri do të ketë më shumë vendosmëri, më shumë dëshirë për të bërë, për të ekspozuar veten. Mësoni ta lini të shkojë dhe përqendrohuni në angazhimet më të mëdha. Kushto që mendonte se jeni një humbës, tani duhet të ndryshojë mendje. Bricjapi. Ju, që jeni ekspert në planifikimin e ngjarjeve, duhet të bëni një plan sot, kini kujdes, përndryshe rrezikoni të përjetoni disa vonesa ose shqetësime të rënda. Xhelozia dhe tensioni marshojnë së bashku, vëmendja më shumë vetë kontroll. Ujori. Fillon mirë me një ditë me interes të madh. Fiken dashuritë e fundit, por të reja kanë lindur dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Peshqit. Kohët e fundit angazhimet dhe përgjegjësitë ju kanë sjellë lodhje dhe kjo çon në momente melankolie dhe tensioni. Në dashuri ju bëni justifikime dhe këtë mbrëmje edhe mund të përballeni me një fjalim të mprehë. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi së shpejti.